Falënderit, profesor Palushaj, ju keni qenë nxënës edhe vetë. Cilat janë kujtimet toja si nxënës? Po, shikjo, në Tuzë, apo atje në Malsi, ku kemë mësua ne, si shkolla fillore, klasë e parë dhe e katërt, kemë pas fat kemi mësues shqiptar. Në 8 vjeçare të Tuzit, ka qenë e përzjeme. Edhe shqiptar, edhe malazes, natyrisht se nxënësit të cilët nuk e din një gjuhë të huaj të tjetrit kom, nuk mund të thonë se kanë marrë aftësi, por unë e pata fatin, shkoj në Shkup, kem qenë 6 normalist nga Malësia Madhe, ku pata një knasi shpirtit, lumtuni, që e mendoj edhe sot e aq më thellë, të kesh punë me profesorën nga Struga, Prespa, Shkupi dhe Prishtina, nga Kosova, dhe gjithë me shkollat të larta, duhet të themi, të Beogradit, Zagrebit, Sarajevës, Shkupit, ata krejtë mësimin që e kanë marrë në për këto qendra që thash e kanë shqiptarizue dhe i kanë këthuet për shqiptar që tjenë sa më taftë, sa më tarsimon të shkojnë gjenerata normalja. Më ka në mësim Gjevat Gega, redaktor i flakës Vllazërimi Shkupit. Me ka dhënë histori doktor profesor Shukri Raimi, Abedin Krasniqi, muzik Surja Imami, njerëz asaj muzike që kishte shpirtin e mandolinës dhe violinës që nesër tu këndosh nxënësve me ato vjershat komponuame dhe tu jap shpirt se si ata t'i gëzoshën klasë, pastaj me atë edukatën fizike me sa lojna fëminore që na kanë mësua ne për t'i zhvillue, dhe sot kur e shikjoj se çka bëhet për shembull në për 8 vjeçare e tjera, ka ndryshime. Por ajo çka duhet të theksoj në fund kësaj që më pyet. Jo se më duket, po është mas e vërtet. Mësimdhënësit që na kanë lënë në Shkup dhe ma vonë në Kosovë që i kemi jetuar ne, e kanë folë gjuhën shqipe perfekt. Pra në mënyrë të rrjedhshme, të kulluar me një përmbajtje shumë domethënëse. Nuk mund të themi neve kur është fjala që bëjmë neve gabime sot, në për televizor, i shikjoj gabime shkrimit, po dhe gabime thanjet. Nuk mund t'i thosh dikuj, për shembull, në vend të fjales me dhan, një fjalë krejt kundërtën e kësaj. Për shembull, i ndëgjoj sot pse mos ta theksue? Për shembull, rinin në Kosovë, kenë kujdes me ato show programe apo programe që paraqesin. Kjo është për aktualitetin. Aktualitetin. Se unë nuk si gjuhtar. Po edhe gjuhtari e harron si unë, patjetër duhet ta pranojmë kur nuk je aktual çdo ditë në shkollë, mund të fillosh edhe të bash gabime apo lëshime, por e kemi për detyrë që vazhdimisht profesionin për cilin ne e kemi dëshmuar jetën, edhe ashtu ta vazhdojmë dhe ta mbarojmë. Nuk mund t'i thosh dikujt për t'i llone, ke për t'u kuptuar. Jo, burri dhëut se për emnat pronor, edhe një hera dy e kam theksuar, për emnat pronor në gjuhën shqipe dihet cilët janë, dhe nuk mund t'i thuash baba jon për t'jatin. Jo, baba jon, baba yn, vllau im, vllau yt. Jo vllau juaj, po vllau yt. E kështu me radhë tjera. Populli yn po. Shkolla jon po. Nana jon po. Dhe
kalova në një thënie kështu, por a dishka po me rikujton dishka. Në jetën time, Mo bëhet qefi që hynë botën e profesionit tuaj. në jetën time, ashtu si e kam pa vetë dhe jetua vetë, dhe edhe përjetua unë, kur kujt në jetë nuk i dhurohen lule, apo nuk i jepen lule ma me dashni se nanës, pra nënës, shqiptare dhe mësuesit. Këta i kanë lule gjithmonë prej brezave vetë. Po mirë, do vim aty tek lulet, pra do ndajmi nga sakrifica që bën të parët tanë për themelimin e shkollës gjuhë shqipe, pasi ka qenë një gjenerat që kanë sakrifikuar shumë, kanë kontribuar ekonomikisht, edhe jetën e kanë sakrifikuar dhe krijuar shkollën e gjuhës shqipe, e cila është si bazë që edhe sot neve së bashku po flasim dhe po zhvillohet dhe përparon çdo ditë. Ju keni patur fatin e keq, profesor, që keni jetuar për shumë vite dhe aktualisht vazhdon pjesa tjetër ku është atje, jetoni në treva shqiptare, por të okupuar në Malzi. Si është rojtur gjuha shqipe atje? Falenderua popullsisë Malësisë madhe, pra unë e kom fjallën Malësie madhe, thot, dikush më ka thënë një ditë, Malësia, ajo anej kufinit, Malësia mrena kufinit shqiptarisë, pra Shqipnisë. Për te vetë, e jo vetëm për te vetë, po me mia, ajo është një Malësie pandame, Malësia e madhe, me 7 bajraqe. Dhe si e kemi jetuar në shkollimin atje. Para meje, ata që na kanë dhënë mësim, Kryesisht bëhet fjala për gjuhën shqipe. po, ata që na kanë dhënë ne mësim, fat kanë pas që të mësojnë disa kurse në Kosovë, në Gjakovë edhe në Prishtinë. Pastaj, ajo gjenerata, po ashtu para meje, mësuesin e kanë marrë në Prishtinë. Pra për mësues janë shkollua dhe kanë përfundua e kanë krye në Prishtinë, kryesisht në Prishtinë, po edhe ata ma vonë ajo gjenerata item ime në Shkup, Prizren e kështu më radhë. Gjuha shqipe në Malësi. Unë të tregova, edhe është fatlume shumë, që populata ka qenë kam ngulse për të pa shkolla shqipe. Nuk duhet t'jem i tepruam para shikuesve. Ja kanë pas fillue me 45 posa ka mbarua lufta e dytë botnore. Sidomos në vitet 55, një agitatur kundra shkollave shqipe në Plavgusi, në Malësi, ku e përmenda dhe Kraje Ulqin. Dhe ata letjen atje, ata emna i din malësor, nuk i përfillin me kurfar admirimi, por admirimin e madh dhe kanë ngull se ka populata që nuk ka leju ndryshe vetëm shkollat shqipe. Dhe shkollat shqipe kanë ekzistue në për këto bajraqe, në për gati gjitha katune, ato fshatra, falenderua numrit popullatës që ishin në atë kohë malësorë të në Malësinë e madhe. Edhe Tuzi, edhe Vuksalekaj, pastaj në Skorraq, atje, nalt në kronin e Trabojinit, shkolla në Drume, këto e në shkolla fillore, e kom fjallën, pastaj knej në Grud, në Selisht, në Priftën, në ajo zbashkut Priftën Pikal, ma vonë knejna paralelisht në Dinosh ishte, dhe Trieshin Alpt e Koja i kanë pas këto shkolla shqipe, falenderua me mësues shqiptar. Profesor Palushaj, po ju e festonit 7 marsin gjatë asaj periudhë të athershme? Shumë mirë që po më pyet kështu. 7 marsi, përveç 30 vitet e knej,
se asnjëherë tek neve mos me keq kuptojnë sepse e kom jetua unë. 7 marsi si ditë e mësuesit në mënyrë kështu masovike, a mënyrë kolegiale për të vënë ndonjë lule në truez dhe të bashkojmë të urojmë njëri tjetrit ditën e mësuesit, ajo mund të ketë qenë në mënyrë individuale. Individualisht, ku ndonjë entuziast, urime, por jo kështu në media a në mënyrë të organizuar jo. Këtë datë të kësaj mësuesie në pjesën e madhe apo ashtu vendimtare e ka zëvendësuar dita e shkollës. Pra, ajo që kanë Kur ishte dita e shkollës? Dita e shkollës, për shembull shkolla 8 vjeçare e Tuzit, shkolla Mahmut Lekić. Ajo ditë e këtij partizanit është organizuar atje me aktivitete të ndryshme apo Si ka emrin ajo shkolla? Mahmut Lekić. Po. Po, dhe ajo në arzë dhe sot jedinstvo. Ne kemi folur një herë përpara së bashku edhe për emrin e shkollës të Hotit, që është akoma me atë emrin e vjetër, këto nuk e di. Malsorët aq patriota, mençur, trima, bujar, akoma të mbajnë atë emrin e asaj shkollës atje, mua më duket një pikë pyetje kjo. Pa aftësi ose diçka tjetër. Por më intereson shumë aktualisht sot, a festohet dita e mësuesit dhe shkolla e parashqipe në zonat e Malësisë, qoftë që nga Ulqini deri janë malësorë? Po, festohet dhe festojnë dhe është për t'i falenderuar këtë rini që është sot. Cilët janë shkolluar në Shkodër, në Tiranë, po edhe tani edhe në Kosovë, tashti edhe në Kosovë, sepse me ato sankcione ndaj Jugosllavisë, Kosova atëherë ka qenë e paralizuar me kuptim relat ajo ata shqiptar në Maltëzi për pas po. Me ju thënë të vërtetën, e kom pa në atë shtëpinë e kulturës që organizojnë ditën e mësuesit dhe bajnë jashtëzakonisht mirë. Sepse të organizuar ditën e mësuesit dhe kujtimin ndaj mësojtores parë Korçës reflekton për gjitha shkolla të cilat janë shkolla të hershme edhe në Grut, e 1915, edhe në Trabojin, në kohën e Austro-Hungarisë, e kështu me radhë, ato data historike nuk i harrojnë. Këto ditën e mësuesit, këta e marrin ma shumë me arsimimin që kanë vepruar në Kosovë, e kështu me thënë drejtën është për thënë, po e shohim të ardhmen sot për shembull çka kanë vepruar në Tuzë apo në Ulqin lidhe me këtë ditën e mësuesit, sepse për mu munduar me arsyetuar fjalën dhe pyetjen tënde, a e angazhojnë, a e kremtojnë, atëherë duhet shihet në mënyrë mediatike apo të tubimit. Ta kam bërë një herë këtë pyetje, po me qenë se është edhe dita sot. Gjatë kohës që keni qenë rreth fjala para vitit 1990 e më parë, keni qenë nën sllavism. A ka pasur presion në forma mënyra të ndryshme për ta asimiluar fare gjuhën shqipe? Ka pasur një program në mënyrën ma gënjeshtare? Këto janë ato reflektimet tek shqiptarët nën Maltëzi nga viti 1968 të demonstrata e studentëve në Prishtinë, edhe nga vitin 1982, po ashtu dhe në vazhdimësi. Dikush mund të thonë, jo më në shkolla shqipe kanë ekzistuar dhe s'na ka pengu kurkush, po zotni, por na kanë dalë literaturën dhe abetaren ta kemi prej Kosovë. Rubinetën në kanë dalë. Kjo është dënimi më i madh që i bën një popullate. Dhe s'po i marr për emën, sepse ata janë njerëz të mirë e devotshëm, por sikur mos ta kishin vepruar për një abetare, unë mund t'i them gjysmake, që
3-4 intelektual në atë kohë i botuan në Podgoricë, në Titograd dikur Podgoricë. Dhe për ta shoqënuar për shembull një nxënës të jetës klasore me Jonuzin, Ramadanin, Gjergjin apo Ndreun, këta marrin shembuj me Jankun, me Stankun, me Gjorgjen. Dhe unë për atë kohë dhe asë një tjerët nuk ishim të gëzuam në kuptim të kësaj, sepse ka pas metodat ndryshme. Dhe ajo çka është metoda më e keqe. Dhe të më marrën si të duen, por çdo gjuhëtar që ka qenë gjuhëtar dhe historian, kanë qenë në vështrim të UDB-s. Në ata e kam paguar rand edhe unë në lkur nga kundër veprimi që kanë vepruar kundër meje, dhe nuk është tema sot për atë punë, por po kanë vepruar me metodat ndryshme për ta, si thuash, zvoglue, për ta minimizue, po dhe fundit edhe po ta kishin eliminuar, për ta kishte qenë fitore, për ne kishte qenë vdekje.